Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Me emrin e Allahut, mëshiruesit, mëshirëtorës. Përshëndetjet I dërgojmë mbi mësjelljen e njerëzimit profetit tonë sallallahu alaihi wasallam. Me shokët e tij dhe me gjithë ata të cilët ndjekin dhe pasojnë rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Allahu I lartësuar thotë në Kur'an: وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. Dhe përgëzoi ata të cilët besuan dhe vepruan vepra të mira, se për ta do të ketë xhenete në të cilat rrjedhin lumejt. Lumejt e xhenetit janë të ndryshme. Ka lumej prej shumshit, ka lumej prej mjati, ka lumej prej uji, ka edhe lumej prej pije jotese. Lumejt e xhenetit dhe çka ka në xhenet, vetëm emri mund t'i ngjasoj me dynjan, por gjërat tjera janë krejt ndryshe. Uji I xhenetit është ndryshe nga uji I dynjas, ku në dynja, nëse lihet uji për një kohë të gjatë, ai nuk pihet dot më. Ndërsa mjati I dynjas ka nevojë që pastrohet para se pra të arrijë deri tek ne. E shumti I dynjas, nëse lihet për një kohë, edhe ai prishet. E pija e dynjas është e idhët, s'merr mendje, shkatron, ndryshe nga pija e ahiretit, që Zoti I gjatësisë e cilëson pra se është e shijshme për ata që do ta pijnë. Dhe normal nuk është derse, nuk e merr mendjen e robit dhe nuk e shkatron atë. Mirësitë e xhenetit janë të shumta. Për mirësitë e xhenetit ndër më të mëdha është arritja e kënaqësisë Allahut lartësuar, wa ridwanun min Allah, dhe kënaqësi prej Allahut. E kënaqësia më e madhe që është në xhenet është me pa të madhin Zot. Wujuhun yawma idhin nadira ila rabbiha nadira. Atë ditë do të ketë fytyra që shndrisin tek Zoti I tyre do të shikojnë. Banorët e xhenetit një herë në javë, një ditë në javë, e kanë ditën e festës madhe. Në ditë do të kenë mundësi të shikojnë të madhin Zot. Do të kenë mundësi të flasin me Allahun I lartësuar, e do t'i përshëndes ata Allahu I lartësuar. Vëllezër e motra, xheneti ka gjëra që syri si ka parë. Mendja për to nuk na ka shku, veshi për to nuk ka dëgju. Por për xhenetin duhet që njeriu të përpiqet, të punojë sa më shumë, sepse xheneti është I përjetshëm. Atje nuk ka lodhje, atje nuk ka mërzitim, atje nuk ka pikëllim. Është lumturi e përjetshme, kënaqësi e përjetshme, për cilën vlen që njeriu të sakrifikojë. E ndër gjërat që na mundësojnë mirësinë e futjes në xhenet dhe mirësinë me pa Allahun e lartësuar është falja e namazit. Në xhenet, siç kuptohet për një hadith të profetit alayhis salam, do ta shohim Allahun e lartësuar ashtu siç shikojmë hanën kur është 15 vjeçë. Apo siç shikojmë diellin pra kur nuk ka re. Nuk ke nevojë me ushty, me tjetin apo me pas njego. Ashtu do t'jetë mirësia në xhenet, po normal, ndër gjërat që përmend profeti alayhis salam që kuptohet për një hadithi, pra që ta mundësojnë me pa Allahun e lartësuar, është namazi. Prandaj lutem Zotin e gjatësisë që të na bëjë prej atyre të cilët punojnë për botën e përjetshme, punojnë për xhenetin e përjetshëm. Allahu ju shpërblet të mirë.